Në katin e dytë të panairit të librit, gjendet stenda e shtëpisë botuese Helga Sikrit nga botuesi Alfred Cako. Ai tregon për cëna nga titujt e rinj deri tek ato më të pëlqyerit dhe fabulat e tyre. Kam disa tituj të rinj, kam një super libër që titullohet Terrori zi ushtarët e bardh. Kam një libër që flet për luftën e dytë botërore, i shkruar nga disa general rus, të cilët kanë treguar çfarë ka ndodhur në luftën e dytë botërore, sigurisht nga këndvështrimi triumfues i rusëve mbi gjermanët, por ka shumë informacione të mëdha për luftën e dytë botërore, çfarë ka ndodhur, ata që janë të interesuar dhe janë pasionantë mbas sidomos ta ushtarakët. Kam botuar një libër tjetër që është historia e ekonomiksit. Kam botuar dhe 3 volume të librit Tirania e Perëndimit të Osvald Spenglerit, që një libër i madh, një nga më të mëdhenjt e këtyre 150 vjetëve të fundit, me rafshin metafizik. Dhe kam dhe një libër që sapo e kam botuar, që quhet 200 vjet bashkë. Është një libër i Solzhenitsynit, i Aleksandr Solzhenitsynit, nobelistit rus, i cili flet për bashkëjetesën e vështirë mes çifutëve dhe rusëve në Rusi, Ukrainë, Poloni dhe në vendet baltike. Tregon për konfliktet që kanë pasur me njëri tjetrin, për pogromet që kanë bërë fshatarët, kryesisht popullsitë rurale mbi çifutët, të cilët kishin kapur një pjesë të madhe të ekonomisë ruse, dhe duke ndjerë veten të sklavruar prej tyre, populatat civile, her pas here janë rebeluar dhe ju kanë bërë masakra. Dhe aty tregon si jetonin në fillim të izoluar çifutët në ato kibucet e tyre fshatare, si morën kontroll prodhimin e pijeve, sidomos të vodkës, si morën në kontroll tregtinë e lëndës drusore, të pyjeve pafund në ato toka, dhe si morën thishtin në dorë financat dhe bankingun në Rusi, dhe si filluan të kontrollonin pasaj dhe mediat dhe partitë politike. Dhe Solzhenitsini këto i ka treguar me një transparencë shumë të madhe, është një libër shumë interesant, që shpjegon dhe sot pse ndodhin këto luftrat mes rusëve dhe ukrainasve, ku më tepër duket një dorë e sionistëve për të akmarrë ndër këtyre popullatave aty që kanë qenë shkaktare që i kanë dëbuar dhe i kanë larguar nga këto territore, dhe si akmarrje ata po ndodhen në këtë fazë të historisë ku po vrasin njëri tjetrin, sepse janë pothuajse i njëjti popull, e njëjta kulturë, i njëjti civilizim, e njëjta racë, e njëjta fe, religjion, në shumicë janë ortodoks. Pra është një libër i jashtëzakonshëm, të cilin do ta hedh këto 2-3 ditë, në fakt nuk arrita dot ta mbaronja në panajir. Jam duke i dhënë dorën e fundit, duke çuar në shtyp. Dhe mendoj që kemi realizuar një spektër shumë kurios për lexuesit me këto zhanre që kemi sjell, gjithmonë duke qenë pjesë e non-fictionit, siç jam unë i përqendruar. Shtëpia ime botuese është e përqendruar si askush tjetër, asnjë shtëpi botuese tjetër nuk është 100% non-fiction. Kur bëhen panairet në vende të tjera, ndahen në fiction dhe non-fiction standard. Kurse këtu kjo nuk ndodh, po i vetmi unë që jam non-fiction, jam më lek kështu të persekutuar këtu në kat të dytë. Cako, i cili njihet edhe për pasionin e tij për konspiracionin, thot se ka lexuesit e tij të përkushtuar, të cilët edhe këtë panair kanë shprehur interes të lartë. Terrori zi ushtarët e bardhë është një libër i jashtëzakonshëm. Është një nga librat më të mirë që unë kam lexuar në jetën time, dhe s'kam lexuar pak, kam lexuar shumë. Unë kam botuar vetëm vëllimin e parë, ka dhe 2 vëllime të tjera. Është një libër që
tregon historinë e shkaqeve, jo të pasojave. Sepse në përgjithësi historitë janë në datën kaq u vran kaq u sulmua kështu u bë ashtu, por nuk tregojnë asnjëherë shkaqet pse ndodhin këto gjëra. Kjo jo shkaqet e gënjeshtërta, dhe kur tregojnë ndonjë shkaqet në makro, në librat zyrtar, nuk tregohet realiteti e vërteta. Rallëherë tregohet e vërteta nëpër libra. Tashi këto kohët e fundit, sidomos mbasi kemi hyrë në epokën e ujorit në vitin 2012, universi ka filluar t'ia uap mendjen njerëzve dhe njerëzit kanë filluar të kërkojnë të ndriçohen dhe të kërkojnë libra jashtë realitetit në thonjza zyrtare ose gënjeshtrave zyrtare. Në gjuhën shqip ka dy shpibotuse, unë dhe të tjerët. Diskutohet që kanë. Shikojeni, tendat e mia rin plot, por kanë një veçori në përgjithësi lexuesit e mi. Lexuesit e mi të stendës time, që gjithnjë ka stabilitet dhe rritem, vinë këtu dhe kërkojnë vetëm helgën, kryesisht Helga Sikrit, blen libra ke unë, ullin kokën dhe ikin dhe largohen dhe nuk shohin asgjë kundi tjetër. Vinë vetëm për ke unë. Kurse këta të tjerët dalin kot, që aty dalë për para ndonjë libër, mbush çanta me letërsi kot, që nga këto që janë libra për të vënë në gjumë në orën 11 të natës, para se të flesh lexon kotat, si vetë tinte qielli, si me poezira, me bukurira, me pralla, kurse këtu lexon dhe mëson, edhe shqiptarët ndriçohen dhe hapin mendjen dhe kuptojnë se si të reagojnë ndaj rreziqeve të mëdha që ka shoqëria jonë.